Zero ndotje në ujërat Larës. E mbani mend? Ky ishte premtimi që u bë kur qeveria ngriti me bujë task force-ën për kontrollin e ujërave të zeza. Çdo njësi biznesi turistik duhet të ketë impjantin e vet individual dhe të marrë përgjegjësinë e trajtimit të ujërave të ndotura. 3 muaj kohë u la bizneseve që operojnë në Bregdet apo pranë liçeneve e lumenjve që të vendosnin impjantet e përpunimit për ujërat e zeza. Pas këtij afati, ata u lajmëruan për gjoba dhe deri në mbyllje të aktivitetit. Mirë po, pas një viti e gjysmë pune, rezultatet e task force-s janë shumë larg pritshmërive dhe premtimeve. Nga 9.000 biznese të targetuara, vetëm 162 kanë instaluar impjante funksionale. Janë vendosur 115 gjoba, asnjë aktivitet nuk është mbyllur, teksa 58 biznese janë drejtuar gjykatës. Shqipëria renditet e fundit në Europë për cilësinë e ujërave Larës. Për më shumë, lexoni artikullin në Faktore.al.